Klubi futbollit Shkupi nga dita e shtunë zyrtarisht ka filluar përgatitjet për pjesën pranverore të kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor. Ishte një fillim simbolik, por i rëndësishëm që dha sinjal të qartë për angazhim maksimal dhe punë të ndershme. Ekipi në pjesën pranverore do drejtohet nga trajneri Erkan Mursel, që ka marrë përsipër drejtimin e FC Shkupit në një nga momentet më të vështira për klubin nga Çairi. Stërvitja e parë u zhvillua në një atmosferë të veçantë, pasi krahas lojtarëve dhe stafit prezent ishin edhe tifozët më të flakë të klubit shfercerat. Në këtë përkrahje u pan të bashkuara disa gjenerata tifozësh, nga më të vjetrit tek më të rinjt, të cilët erdhën për të dhënë një mesazh të qartë se Shkupi nuk është i vetëm. Prania e tyre ishte më shumë se simbolike, duke treguar se me ndryshimet e duhura dhe një qasje serioze, ata do të qëndrojnë maksimalisht pranë ekipit. Ky moment shërben si sinjal pozitiv për skuadrën në prag të një faze të rëndësishme, me shpresën që puna, uniteti dhe mbështetja nga tribunat ta ndihmojnë Shkupin fillimisht të mbijetojë e më pas të rikthehet aty ku i takon. Kujtojmë se FC Shkupi në pjesën vjeshtore të kampionatit nga 16 ndeshje të zhvilluara ka të fituar vetëm një pikë, ndërsa në xhiron e 17 që starton më 10 dhe 11 shkurt, Shkupi është një koqire tik feshit.